por ti çrrënjos përfundimisht vjedhjen, grabitjen, korrupsionin, Republikën e Shqipërisë. Nuk mundet të kesh asnjë dyshim tjetër. E dyta, e treta që kundërshtoj është që edhe sot po ti je president i Republikës së Shqipërisë, ti mund të mos sjellësh ndryshime sepse nuk ke fuqi kushtetuese, por ama si president i Republikës ke fuqi që t'u prishësh punë, t'u prishësh punë këtyre banditëve, pra Ramës, edhe Berishës, edhe të gjithë që janë pas këtyre, që të realizojnë atë që duan të realizojnë. Dhe ajo ajo çfarë është më keq që këta duan të realizojnë, nuk është vetëm mbajtja e pushtetit politik. Është shërbimi antishqiptar që këta janë duke i bërë interesave antishqiptare greke në Republikën e Shqipërisë. Këta kanë nisur një bashkëkomision për rregullimin territorial të Republikës së Shqipërisë. Reforma territoriale. Dhe kjo reforma territoriale që këta bëjnë, po e bëjnë. Kjo ka lidhje me reformën zgjedhore. Po baza është po e bëjnë në këtë aspekt sepse do bëjmë reformën zgjedhore dhe duhet bërë reforma territoriale. Po në realitet është vetëm për të shërbyer Greqisë, sepse me anë të reformës territoriale çfarë duan të bëjnë? Duan të heqin bashkinë e Konispolit, ta fshin bashkinë e Konispolit, cila është bashki shqiptare, dhe t'ia bashkangjisin bashkinë e Konispolit, t'ia bashkangjisin si komunë bashkisë të Finiqit. Finiqi është bashki minoritare dhe në këtë moment çfarë bëhet? Minoriteti bën lidhje territoriale me Greqinë, sepse nuk e ka këtë lidhje territoriale me Greqinë minoriteti sot në Shqipëri.